Sipas një raportit Europol mbi bandat më të rrezikshme në botë, Shqipëria luan një rol kyç në organizimin e trafikut të drogës. Ajo që i dallon nga bankat e tjera është se bandat shqiptare funksionojnë të organizuara si familje me hierarki. Europol ka analizuar për herë të parë bandat më të rrezikshme në Europë dhe pjesë të tyre janë edhe shqiptarët. Në analizën e Europol, thuhet se rrjetet kriminale të përbëra nga shtetet jo antar të Bashkimit Evropian në shumicën e rasteve vijnë nga Shqipëria, Bosnia, Kina, Gjergjia, Islanda, Nigeria, Serbia, Turqia, Mbretëria e Bashkuar dhe Ukraina, thekson Europol. Grupet kriminale të shqiptarëve kryesisht janë të përqendruara në tregun e kokainës, heroinës dhe kanabisit, kryesisht në Belgjik, Francë, Gjermani, Itali, Holandë dhe Spanjë. Ndërkohë që jashtë vendeve të Bashkimit Evropian, aktiviteti i tyre është i vendosur në Brazil, Kolumbi, Ekuador dhe në Shqipëri. Ndër sukseset e Europol është edhe shkatrimi i një bande të madhe shqiptare në 25 maj të vitit 2023, që transportonte drogë me kontenier në Belgjik. Droga mbërrinte në Gjermani me makina me sisteme të rafinuara të fshehjes dhe shpërndahej në Europë. Për Europol, një element i rëndësishëm i bandave shqiptare që i dallon ato nga disa të tjera, është se ato janë të organizuara si familje me hierarki, të përbëra kryesisht nga shtetet shqiptar dhe shqiptar me nënshtetësi të dyfisht. Në raport theksohet fakti se bandat nga Ballkani Perëndimor janë shumë brutale dhe arrin deri në ekzekutime profesioniste. Disa prej këtyre bandave janë të specializuara ose kanë pjesëmarrje të lartë tek dhuna ekstreme, rrëmbime dhe ekzekutime profesioniste, korrupsion, larje parash, tregti armësh dhe lëndësh shpërthyese, falsifikim dokumentash.